A do i provoni këto simi të shtëpie me prosciutto dhe djathë kashkavall, bëhen të buta si pambuk dhe shumë të shijshme, po ashtu përgatiten lehtë. Fillimisht aktivizoj majën e bukës me sheqer dhe ujë, e lëm për 10 minuta. Në anën tjetër, mielin e kalojmë në një enë të thellë, shtojmë kripen, vajin e ullirit, qumështin. Përbërësit e lëngshëm i hedhim tek mieli, brumin e formuar e lëm të dyfishohet për 45 minuta. Në anën tjetër, prosciutton e tymosur e prejmë në rriska të holla. Pasi brumi ka qëndruar, e ndajmë në 8 pjesë, kulaçat i punojmë në këtë mënyrë. Pastaj i hapim sa një pjatë, me një pjatë më të vogël ju japim formën, rrethin cilin e kemi larguar e bëjmë në formë grësheti dhe vendosim sipër. I lyejmë të verë të vezës të përzierë me qumësht. Fillimisht hedhim salsën, shtojmë fare pak djathë kashkavall, pastaj prosciutton dhe sipër prap djathë kashkavall. Mund të shtoni dhe fara susami, pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Kjo është receta, nëse provon ju bëft mirë.